Është koha që zhvillojmë intervistën dhe me mua në studio është kryetari i Tetovës, njëkohësisht edhe përfaqësuesi i koalicionit Vlen, Bilal Kasami. Mirë se vini në Alsat. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Do të fillojmë nga ajo që ishte zhvillim i fundit dhe ka të bënë me formulimin e shtabit zgjedhor i koalicionit Vlen dhe kur është strukturuar shtabi zgjedhor, a ka filluar brenda Vlenit veç se më të vendoset edhe struktura e asaj se si do të paraqiteni në zgjedhjet lokale, me cilët kandidat dhe në cilët qytete? Po ne shkojmë hap pas hapi drejt konsolidimit si Vlen. Fillimisht konsoliduam kryesin qendrore që po mban takime mbledhje të rregullta dhe në një mbledhje të kryesisë qendrore u vendos që të shkojmë një hap më tutje me konstituimin e shtabit qendror, duke pasur parasysh faktin që jemi në periudhë parazgjedhore dhe shtabi zgjedhor është ai i cili do të merret me organizimin komplet të Vlenit në gjitha instancat që nga niveli qendror deri në nivel lokal. Kjo tregon edhe një hap të konsolidimit të Vlenit. Sigurisht që shtabi do të merret edhe me ndërtimin e strategjisë për të paraqitur në zgjedhjet lokale, edhe me propozim se si të bëjmë përzgjedhjen më të mirë të kandidatëve deri në strategjinë se si të shkojmë në zgjedhje dhe të dalim fitues. Vlerësojmë që struktura e shtabit, njerëzit cilat janë zgjedhur me në krye deputetin Adnan Azizi, do të jenë një ekip fitues, për më shumë që janë ekip të cilat, më thënë, nga gjithë subjekte të cilat e themelojnë Vlenin, janë ekip me përvojë në shumë cikle zgjedhore dhe unë besoj që do të ndërtojnë një strategji fitues. A ka një strategji brenda asaj se si partitë që formojnë Vlenin do t'i ndajnë, për shembull, cilës partitë do të takon subjekti, partisë pasuese çfarë i takon, kryetari i Këshillit apo për shkak se ky është edhe problemi për cilin iku Aleanca? Po sigurisht, do kisha thënë me këtë problem erdhi edhe me këtë problem edhe shkoj. Nga momenti i shkuarjes, edhe kjo çështje u zgjodh apo edhe ky problem u eliminua. Veç më ne nisëm më herët procesin e konsolidimit të Vlenit dhe tashmë po flasim për Vlen. Shumë më të relaksuar dhe pa presionin se cili kandidat, cili subjekt do i takoj. Tani më veç ka propozimet para të asaj se si do të përzgjidhen kandidatët. Jemi në konsultim me disa faktorë të ndryshëm, më thonë agjencione për matje të opinionit, por edhe agjencione ndërkombëtare prezent në Maqedoni, të cilët na kanë ofruar shërbimet e tyre për të bërë përzgjedhjen e kandidatëve apo edhe për të përgatitur kandidatët për kampanjën zgjedhore. Tani më për ne është me rëndësi të kemi kandidat të cilët do të bëjnë fitoren, por edhe kandidat të cilët atë fitore do të materializojnë pastaj në një mandat të suksesshëm si menaxher të suksesshëm, sepse tani më me qeverinë Vlen komunat janë më ndryshe. Komunat janë që kanë potencial për të realizuar projekte kapitale dhe tani më na duhen menaxher të cilët dinë të menaxhojnë me projekte, me financa dhe dinë të realizojnë projekte në interes të qytetarëve. Pra, në këtë fazë, për ne është me rëndësi që të përzgjedhim kandidat të cilët do të jenë të mirë për qytetarët dhe më pak e rëndësishme është a do të jetë njerëz nga subjektet të cilët e përbëjnë Vlenin dhe në këtë drejtim shkon edhe debati për përzgjedhjet e kandidatëve. A do të ketë komuna në të cilat gjithmonë duke u nisur nga parimi i mbrojtjes së votës shqiptare dhe i qytetarëve shqiptar do të zgjatet dora edhe frontit evropian që të bashkëpunohet por që të mos rrezikohet komuna. Parimisht gjithmonë. Kjo kryesisht ka qenë edhe në të kaluarën sa i përket listave për këshilltar, ku ka pasur situata ku është dalë me një listë shqiptare. Sigurisht që ne jemi të interesuar që në komunat ku rrezikohet përfaqësimi i shqiptarëve në këshillin komunal, nëse shkoj me listat të ndara, të jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me dalë me listat të përbashkëta, por kjo do t'ju let strukturave lokale edhe si në të kaluarën që të ulin dhe ata të vlerësojnë se është më mirë të dalim vetë si Vlen apo të dalim si listë do kisha thënë shqiptare. Do pak komentin tuaj mbi zhvillimet e fundit brenda frontit evropian, sot kryetari i Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela deklaroi se nëse nuk ka kandidatin e tij për Strugën, parimisht nuk mund të funksionon, mos nuk ka as front evropian, si e vlerësoni këtë dhe
Në gjykimin tuaj, apo shkon Fronti Evropian drejt një shpërbërje tashmë edhe më të gjerë? Ali Ahmeti duke tentuar që të shpërbëj Vlenin, ai fatkeqësisht farën e përçarjes e futi në Frontin Evropian. Ne kemi thënë edhe më herët që ne nuk jemi të interesuar për kështu lojrat dhe kisha thënë të ulta se kush ka vjen edhe nga shkon. Ne kemi qenë të koncentruar në implementimin e programit të qeverisës për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, sigurisht edhe për përmirësimin e jetës qytetarëve. Nga momenti kur Aliu fut në lojë dhe në lojë futi Arben Taravarin, nga i moment e kemi thënë edhe po e përsërisim që u hap loja. Për më shumë që në këto rrethana është e pamundur që Ali Ahmeti të kalkuloj, të manipuloj me shumë faktor të cilët është vështirë të jenë në një do kisha thënë funksion matematikor. Në këtë rast, unë besoj që në këtë rast Aliu e ka thënë edhe më herët kryetari i Aleancës Zjadin Sela që nuk është Aliu ai që i ndan me dorë të lirë komunat dhe sigurisht që ne e kemi ditur këtë dhe po themi që Fronti Evropian e ka të pamundur të ketë bashk në një tabor edhe BD-n, edhe PDSH-n, edhe Aleancën, do kisha thënë kushtimisht me në krye Zjadin Selën, Arben Taravarin edhe subjekte tjera sepse janë zgjedhje lokale dhe në zgjedhje lokale sigurisht që duhet të nxirren kandidat më të mirë dhe kandidat të cilët do të jenë fitues dhe në këto rrethana unë besoj që Zjadin Sela do të ketë vështirë nëse nuk do të vlerësohet ashtu si e ka pasur rolin në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe nëse BD sot e lëshon si do të themi në rrjedh të lirë të ujit, në rrjedh të lirë të lumit, Zjadin Sela nuk do ta pranojë një situatë të tillë dhe në disa momente ka shprehur këtë. Pra, thjesht Fronti Evropian duke tentuar që të krijojë krizë brenda qeverisë dhe shtetit, po krijon krizë brenda vetes. Vetëm nga liderët e Vlenit jeni ju që jeni kryetar komune, megjithatë një problem që ekziston në kuvend është mungesa e votave për padenter dhe mungesa e 2/3 të votave, sidomos. A keni diskutuar me zëvendës kryeministrin e parë, po edhe me kryetarin e kuvendit, se si do t'ja bëni të siguroni votat që nevojiten për ndryshimin e ligjeve të cilët kërkojnë badenter? Po edhe në funksion të kësaj është, do të thënë, janë gjithë zhvillimet politike. Aliu nga momenti kur mendoj se e mori Aleancën me në krye Arben Taravarin, mendoj se e thelloi krizën këtë rast edhe problemin me sigurimin e badenterit, por përsëri ne themi që kjo çështje është e përkohshme sepse në ditët në vijim do të ketë lëvizje të deputetëve nga fronti drejt qeverisë me shka përfundimisht edhe çështja e badenterit do zgjidhet. A keni kërkuar mbështetjen e BDI-s në votat për badenter, apo do ta lejoni që të mbajë qëndrimin kundër, për vetë faktin se kur u bë miratimi i ligjeve për riorganizimin e organeve shtetërore, në fillim kur u formua qeveria, BDI-ja mbështeti në një marrëveshje 15 minuta para mbylljes së seancës së kuvendit, mbështeti ligjet, ndërsa tani nuk më mbështet. A ka një arsye pse dha keni kërkuar mbështetjen e tyre? BDI në shumë raste projektet të cilat i ka nisur ajo, nga momenti i shkuarjes në opozit ka dalë kundër po të njëjtave projektisht, rasti edhe me ligjin për përfaqësim adekuat, ku vetë BDI apo ministrët të BDI-s e miratuan strategjin për largimin e mekanizmit të badenterit dhe në këtë rast edhe për riorganizimin e organeve shtetërore, me çka është hapur rruga që edhe inspektorati i gjuhëve, si krejt inspektorate tjera të futen në kuadër të ministrive. Pra për një strategji të nisur nga ata dhe të miratuar në kohën e tyre, sot po e bëjnë problemin. Për këtë çështje jam informuar nga koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit që ka pasur komunikim, ka pasur tentim për zhbllokim të këtij ligji, sepse bëhet fjalë për fatin e njerëzve të cilët më spaku mund të jenë përfaqësues të Vlenit apo antar aktivistë të Vlenit janë pata të punësuar të cilët
janë prej më herët aty dhe ne duam të gjejmë një zgjidhje, nuk na intereson se kush farbinje politike ka, pra për njerë, këtu tregon edhe njëherë BDI-a që edhe me njerëzit të cilët ata i kanë punësuar, të cilët ju kanë marrë votën për atë punësim, sot është e gatshme të luajmë me fatin e tyre. Pra, ne në këtë rast duam që të gjejmë një zgjidhje dhe kjo zgjidhje ne kemi thënë do të jetë kalimtare derisa të gjejmë një zgjidhje të përhershme që ky inspektorat të ketë pavarësinë e vet. Pra, për shkak se bëhet fjalë për riorganizim të administratës dhe edhe ky inspektorat duhet të kalojnë në Ministrinë e Drejtësisë, të kalojnë pagat e tyre, të zgjidhet ky problem përkohësisht dhe pastaj të gjejmë zgjidhje të përhershme që inspektorati për gjuhën të ketë pavarësinë e vet ashtu si është e garantuar edhe me ligjin për implementimin e ligjit për gjuhën. Një moment i papritur ishte mbështetja që VMRO-ja tregoi për modelin e ri zgjedhor dhe shëndrimin e tij në një njësi zgjedhore. A kemi diskutuar me Mickoskën se për cilat arsye do ta mbështeste deri tani deklarativisht dhe vetëm parimisht kthimin në një model zgjedhor dhe cili është versioni i cili do ta mbështeste koalicioni Vlen si model zgjedhor? Çështja e zonave zgjedhore është një ndër çështje që gati gjithmonë hapet para zgjedhjeve, edhe pse në këtë rast janë zgjedhje lokale. Dhe sigurisht që është një çështje nuk zgjedhet, më spaku mund zgjedhet në periudhë para zgjedhore, gjithmonë është shfrytzuar për debate zgjedhore, për kalkulime politike. Ne si koalicion Vlen për momentin analizojmë 3 modele, për shkak se në të kaluarën spaku 2 nga subjektet politike kanë pasur qëndime të tyra rreth këtij modeli. Ne si Lëvizje Besa kemi qenë për 3 zona zgjedhore, Aleanca për Shqiptarët ka qenë për 8 zona zgjedhore që janë zonat që përputhen me rajonet zhvillimore, ka pasur ide edhe për një njësi zgjedhore. Pra, për momentin jemi duke analizuar ekipet tonë, ekspertët e Vlenit janë duke analizuar të 3 modelet për të dalë me një qëndrim të përbashkët. Sigurisht që për ne do të ishte i pranueshëm edhe modeli me një njësi zgjedhore, sikur të kemi garanca që vota, do kisha thënë aspektin etnik, do të jetë mbrojtur në gjithë territorin, duke pasur parasysh faktin që kemi një kushtetut ku të drejtat e shqiptarëve janë të garantuara dhe sigurisht kjo duhet të shkojë edhe në të përfaqësimin, edhe në kuvend, përfaqësimin adekuat me deputet dhe këtu nëse do të gjejmë një garancë sa i përket mbrojtjes së votës në gjithë territorin, edhe në aspektin e përfaqësimit politik, etnik e gjithë me radhë, ashtu siç garanton kushtetuta, sigurisht për ne janë të pranueshme për të diskutuar gjitha modelet zgjedhore. Sa i referohet mbrojtjes, kur thoni mbrojtjes së votës, sa i referohet kjo mbrojtjes së votës nëpër hapësirat ku mbase nuk ka komuna me shumicë shqiptare? Po, këtu ishte edhe ideja që mundova ta sqaroj më herët, pra nëse do të kishte ndonjë model ku në çdo vend votim do të kishte përfaqësim të shqiptarëve gjithë territorin, sigurisht nuk e përfaqësuar administratën shtetërore dhe kjo do të krijonte një farë lloj garanci që nuk do të kishte manipulime të kësaj natyre, sepse në moment kur futemi në këtë diskutim të asaj se mund të jetë një njësi zgjedhore, ne kemi zona të tëra ku më them shumë pak ka zone që nuk ka asnjë, më thon kemi fshatra e qytete të tëra ku nuk ka asnjë shqiptar dhe këtu sigurisht që duke pasur parasysh të kaluarën ku përqindja e daljes ka kaluar 70-80% që nuk duket se mund të jetë reale, kjo mund të ketë implikime edhe në deformimin e përfaqësimit kuvend. Pra, nga momenti kur ne mund të kemi edhe kështu garanca që si shqiptar, si komuniteti i dytë shumicë do të jemi prezent në gjitha vend votimet, atëherë ndoshta mund të jetë mund të analizojmë edhe si mundësi edhe këtë model. Kishte disa kritika në opinion, lidhur me punësimet dhe lidhur me numrin e të punësuarve shqiptar nëpër disa institucione, por që nga koalicioni Vlen nuk është parë ndonjë reagim i veçantë, megjithatë është hapur brenda Vlenit kjo temë, apo brenda komisionit kadrovik të koalicionit Vlen, sepse për shembull në armatën e Maqedonisë punësohen 100 maqedonaz 10 shqiptar, në regjistrin qendror
nuk punësohet asnjë shqiptar dhe nëpër institucione tjera në dogan avancohen 30 maqedonas asnjë shqiptar. A e keni diskutuar këtë si çështje brenda Vlenit dhe pse po ndodh kjo? Po patjetër, ne kemi pasur një analizë paraprakisht që rritja e përfaqësimit të shqiptarëve ka qenë më e madhe, më intenzive para se të miratohej mekanizmi i përfaqësimit adekuat dhe sot ne jemi po në këtë fazë të punësimit të shqiptarëve apo të garantimit të punësimit të shqiptarëve me marrëveshje politike. Dhe ne nuk duam të futemi në debatin politik sepse kemi dakordsi si partner koalicioni dhe do të jemi korrekt që nuk do të futemi në këtë debat se në një institucion punëson më shumë maqedonas edhe shqiptar, sepse kishte edhe kështu situata kur kishte disa, do kisha thënë, publikime me kahje të kundur ku në një institucion shumica absolute të punësuarve ishin shqiptar dhe jo maqedonas. Pra, ne flasim për ruajtjen e përfaqësimit adekuat në nivel të punësimeve të gjitha institucioneve dhe mund të ndodhë në institucione të caktuara në një konkurs të caktuar të ketë më shumë maqedonas apo më shumë shqiptar, por tani më me marrëveshje politike ne duam që të ruajmë konform kushtetutës, sepse përfaqësimi adekuat është kategori kushtetuese, konform këtij përcaktimi kushtetues kemi dakordsi me partnerët e koalicionit që punësimet të jenë pra të ruhet përkundër asaj që duhet të jenë kuadro që do të realizojnë obligimet e tyre administrative, do të jenë kualitativ në vendet e punës, por sigurisht të ruhet edhe përfaqësimi adekuat dhe ne garantojmë që në këtë fazë të punësimeve, kur të marrim në total, përsëri punësimi i shqiptarëve nuk do të jetë ndër 25%. Kur do ta kemi në fuqi ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat? Jemi tashmë në, të kisha thënë, biseda intenzive si partner të koalicionit dhe unë besoj që shumë shpejt ky ligj do të jetë për diskutim në qeveri dhe besoj që të kaloj edhe qeverin për të shkuar në fazat e tjera. Fatkeqësisht po them që ky ligj është vonuar edhe për shkak të debatit të brendshëm që kemi pasur, ajo që ndodhi edhe si rezultat i largimit, i të cilit ishte edhe largimi i Arben Taravarit, pra në vend që ne sot të kishim një ligj për përfaqësim adekuat, si duket një ndër rezultatet e kësaj lufte të Vlenit, brenda Vlenit nga një faktori brendshëm, ishte edhe kjo që u vonua ligji dhe sot po i njëjti person si zëdhënës i BDI-s dhe Artan Grupit po na akuzon pse nuk u implementua deri sot apo pse nuk u miratua deri sot pra ky ligj. Ne garantojmë që shumë shpejt, tani më të çliruar nga ky faktor, do kisha thënë destruktiv, shumë shpejt ky ligj do të jetë para opinionit. Ju faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Ishte një kënaqësi, faleminderit juve. Ne vetëm pas sigles vazhdojmë me informacione të tjera, qëndroni me ne.